Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kavaj, ku një 39 vjeçar është plagosur me armë zjarri pas një konflikti për motive të dobta, ndërsa policia ka arrestuar autorin e dyshuar dhe një person tjetër që e ndihmoi të largohej. Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ndodhi mbrëmjen e 22 marsit në lagjen numër 6, ku shtetasi PM, 42 vjeç, dyshohet se qelloi me pistolet ndaj BD, 39 vjeç, banues në zonën e Rikajt. I plagosuri ndodhet në spitalin e Durrësit dhe është jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, shërbimet e policisë në bashkëpunim me strukturat hetimore dhe forcat operacionale organizuan kërkimet, duke bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit brenda pak orësh në Durrës. Gjatë operacionit u arrestua edhe shtetasi AC, 35 vjeç, i cili dyshohet se ndihmoi autorin të largohej nga vendngjarja, duke e transportuar me automjet. Pas kontrolleve të kryera, policia gjeti dhe sekuestroi armën e zjarrit, e cila dyshohet se ishte përdorur në plagosje dhe ishte hedhur nga autori gjatë arratisjes. Ndaj të arrestuarve vijojnë veprimet procedurale në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.